Brenda vitit 2030 njeriu do bëhet i pavdekshëm. Kjo nuk është një teori konspirative, por janë fakte reale. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është këtu rastisht dhe t'i bëj like faqes që jemi sërish, nëse nuk e ka Brenda dhe ju faleminderit që jemi për bashkë. Teksa po karikoj këtu telefonin, doja t'ju thoshja që kjo dëshmi dhe kjo deklarat nuk është një deklarat thashe themesh, por këtë e ka lënë futuristi dhe njëkohësisht edhe programatori i famshëm Ray Kurzweil. Dikush nga ju ndoshta e njeh, sepse është një nga shpikësit më të mëdhenj të shekullit, i cili ka punuar dhe për Google dhe tjerë, dhe është një njeri që nuk ka gabuar në parashikimet e tij. Dhe do të them se përse. Atëre, pikë së pari, teknologjia po ecën me hapa gjigant, por njeriu nga se mund të bëhet i pavdekshëm, si mund të bëhet i pavdekshëm. Ne, duke filluar që nga shekulli i kaluar, filluam që të bënim ndërhyrje në trupin e njeriut. Dhe sot, ne, gjysma e trupit të njeriut është pothuajse cyborg, sepse po ta shikoni, kemi peacemaker, kemi krah që nuk është yni, kemi këmbët që nuk janë tonat, apo pjesë të tjera të trupit që i zëvendësojmë sot me anë të teknologjisë. Dhe një pjesë e kësaj teknologjie është falë zhvillimit që po bën njeriu. Por merrini me mend se çfarë ndodh nesër, në qoftë të se kjo teknologji do të bashkohet me AI, pra me inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale, sipas Kurzweil, në vitin 2029, sa po të kaloj kurbën, pra momentin e testit të final, që është vendosur në vitin 2029, nga i moment njeriu do ketë mundësi që të bashkëpunoj me inteligjencën artificiale. Duket shumë larg, por është shumë afër. Ju e shikoni që në kohë shumë të shkurtër tani shikoj gjithë këto video që bëjnë për ditë me inteligjencën artificiale. I keni vënë re apo jo? Që duken kaq reale. Dhe e njëjta gjë do të ndodhë me trupin e njeriut. Po si do bëhet kjo? Tani po ja u tregoj. Kemi folur për nanoteknologjin. Nanoteknologjia ka bërë zhvillime të mëdha në njerëzim. Bile ka pjesë të nanoteknologjisë që aktualisht përdoren në trupin e njeriut. Për shembull, në disa operacione nuk bëhen më si më përpara, për pastrimin e venave apo ku ta diun, por vën brenda mikrorobot. Dhe këta mikrorobotët shkojnë aty ku është i bllokuar gjaku apo venat dhe e shpërbëjnë, e pastrojnë. Dhe kjo është aktuale, po ndodh sot. Merreni me mend tani në qoftë se këto mikrorobotik dhe kjo nanoteknologji të lidhet me inteligjencën artificiale. Pra, këtu po punojnë që të gjithë për të zbërthyer këtë bashkëpunim, për ta bërë sa më real. Po si do bëhet kjo? Atëre, ju duhet të dini që ka qenë zhvillimi i njeriut, zhvillimi i teknologjisë kanë qenë mikroprocesorët. Mikroprocesorët janë disa mikrorezistenca shumë të vogla ose mikroprocesor që janë milimetrike. Dhe këto kanë bërë zhvillimin aktual, sepse nga një kompjuter gjigant që ishte në vitin 1950 ca, që u bë në Londër, që ishte sa një dhomë, sot ne kemi telefonin në dorë, pra është një telefon i vogël. Bile ka dhe aparatura më të vogla se sa telefoni, që ne nuk i njohim fare, okay? Dhe i përdori shërbime sekrete. Tani, pse po ja u them këtë? Merrini me mend tani këto mikroprocesorët që do të lidhen me inteligjencën artificiale se çfarë mund të bëjnë. Dhe këto nanoteknologji, këto grimcat e vogla. Këto, për shembull, për çdo problem që mund të ketë njeriu, nëse për shembull ka problemin e rruzave të gjakut ose të bllokimeve të arterieve, si për shembull ju kam thënë para disa viteve, një shoku im i mirë vdiq sepse i bllokoheshin arteriet, ai pinte shumë duhanin dhe nga nikotina i mbylleshin arteriet. Dhe sot kjo është e mundshme që njeriu mund të shpëtohet nga ky problem. Pse? Sepse me anë të këtyre mikroprocesorëve ose quhetur ndryshe nanoteknologji, futen në ADN-n e njeriut dhe shkojnë dhe rregullojnë atë vend, por duhet të kontrollohen nga inteligjenca artificiale, sepse sot me nanoteknologjinë që kemi nuk është kaq maksimale rezultati i tyre. Pra rezultatet janë të mira, por nuk janë maksimal. Dhe
Inteligjenca artificiale së bashku me nanoteknologjinë, nëse bashkëpunojnë së bashku, kryejnë gjëra fantastike. Në fakt, pikërisht për këtë thotë edhe futuristi Ray, që sipas tij, ai thotë që shumë shpejt të gjitha kompanitë e mëdha po përgatisin pikërisht pra këto mikroprocesor ose këta mikrorobot. Tani, këta mikrorobotët mund të futen për momentin në venat e gjakut, por mund të rregullojnë edhe problemet që mund të ketë zemra, pra problemet kardiovaskulare. Bile, si pash të një video, me një artikull, sepse nga një artikull shkohet e një video që pash, të regon edhe për arteriet ose për këto problemet e këmbëve, ku fryen këmbët, e të tjera. Dhe po flasim që sot është vetëm fillimi, merreni me mend tani, brenda 4-5 viteve, se çfarë mund të ndodhë. Dhe në momenti që, si ju thash, që do kalojnë testin e inteligjencës artificiale në vitin 2029, në atë moment, çdo gjë do lidhet me trurin e njeriut dhe inteligjencën artificiale. Përveç kësaj edhe me mikrorobotikën. Bile do t'ju them, Elon Musk po punon me Neuralink që është kompania e tij, po punon pikërisht për këta mikroprocesor. Bile ai ka shpikur dhe një sistem për lidhjen e trurit, frekuencave trurit ose të memorisë së trurit me kompjutera, që nesër, nëse do të lindi kjo, jo nëse, por do të lindi inteligjenca artificiale, do të bashkëpunojë me inteligjencën artificiale. Dhe anasjellta, sa inteligjenca artificiale do të ndihmojë trurin që të jetë më i zhvilluar njeriu dhe të jetë më i fortë, qoftë psikologjikisht por edhe fizikisht, sepse duhet të dini që me anë të nervave dhe me anë të impulseve të neuroneve mund të shkaktojnë disa rryma që mund të dobësojnë njeri ose ta shëndoshin atë. Pra, me anë të kësaj teknologjie, si që thash, të nanoteknologjisë dhe të robotikës, kur të lidhet me inteligjencën artificiale pas vitit 2029, pra duke filluar në vitit 2030, njeriu me të vërtet do bëhet i pavdekshëm, sepse do kuroj gjithë pjesët e trupit me anë të inteligjencës artificiale dhe të kombinimit me inteligjencën, me robotikën dhe nanoteknologjinë. Doja t'ju thosha, doja të shtoj edhe diçka që kjo fillimisht padyshim do t'jetë për një pjesë të njerëzve, por të mbani mend që deri në vitin 2030 po luftohet shumë që të bëhet zhvillimi i njeriut dhe me kalimin e kohës, siç ju kam thënë, ka filluar që tani seleksionimi i natyrës, seleksionim natyral po flas, i natyrës që po i ndan racën njerëzore, të gjithë specie njerëzore, në specie dhe në nën specie. Sepse, siç e kemi thënë, një pjesë e njerëzve nuk ja kanë hapur dijen dritaren dhe dyert, më falni, inteligjencës. Çdo të thotë kjo, trurit, jo inteligjencës. Me pak fjalë, ka shumë njerëz që e kanë bllokuar. Është, për shembull, truku e di ku qëndron, sepse shumë njerëz nuk duan që të informojnë, nuk u intereson fare. Jetojnë thjesht për të jetuar dhe kaq. Mirë po, kjo me kalimin e kohës do degradoj trurin e tyre dhe trupin, dhe vdes njeriu, sepse vdesin qelizat, vdesin njerëzit. E them gjithmonë këtë që ta kujtoj edhe me mira herë gjithë atyre që janë për herë të parë këtu. Dhe është mirë që njeriu të bëj pikë pyetje, sepse nga momenti që ka bërë pikë pyetje, ka hapur dritaren dhe derën e inteligjencës. Nga ky moment ti kur bën pikë pyetje thua, po mirë, mund të jetë e vërtet kjo, po mirë, po sikur kjo të jetë kështu. Nga ai moment ka hapur dritaren dhe nga ai moment ndryshon ADN-ja e tij dhe si pasojë edhe gjithë pemës gjenologjike dhe familjarëve të tij, sepse fal një shkëndije të vetme mund të ndryshojë gjithë bota. Po, një shkëndije vetme, sepse varet si është ajo shkëndijë, për mirë ose për keq. Kështu që unë do ju sugjeroja që lexoni sa më shumë, informohuni sa më shumë. Ju faleminderit që jemi gjithmonë sa më shumë këtu, sepse shikoj që po shkruhemi gjithmonë më shumë, dhe ju faleminderit pa mas, kjo do të thotë që niveli është rritur, dhe për më tepër ju keni hapur dritaren dhe dyert informacionit, pra dijes, për veten tuaj, për të gjithë familjarët, sepse kur dini, informojeni dhe padyshim reflekton edhe në të gjithë njerëzit përreth jush. Kështu që brenda vitit 2030, padyshim do ketë zhvillime të mëdha, por pas vitit 2030 me të vërtet njeriu do bëhet i pavdekshëm. Për shumë arsye, sepse do t'ju themi dhe në puntatat e ardhshme, do t'ju them pse si, sepse kemi edhe intervista me njerëz shumë influencë që po luftojnë për të bërë këtë gjë për masën.
Kështu që do të dëshiroj një komentin tuaj, çfarë mendimi keni, dhe nëse kjo do të jetë fillimisht, nëse kjo do të jetë kjo teknologji për të gjithë që mund ta përdorin të gjithë, apo do jetë vetëm për një pjesë të njerëzve. Pres, ju përqafoj.